Pra nuk nisën në rregull. Do të japën unë e do shohë se do ndizën. Çuna përshëndetje nga Kërçova e Maqedonisë. Ka marrë live borxhin. Ju kujtohet personi Gzimi nga Kërçova që më fali një motor tipit 4 për Porsche 314 dhe për të dyshin. Sot ka marrë t'i rregulloj billet. Ato ndizën, por nuk ka marrë t'i ndes. Ka marrë t'i riparoj që të fluturojnë. Unë i kam thënë mikut, gjithjetë për sa kohë jam gjallë në Elbasan, ti do vish te servisi im, ti bësh falas të gjitha shërbimet. Jo se motori kushton miliona euro. Është sepse kishte zemrën në vendin e dur. Shikoni pak çfarë po bëjmë tani. Atëherë e nga ku makinën plot brenda me budallëqet që na duan për punën tonë, domethënë. Gzimi merret më duket me hekura, nuk di se kam pyetur kur me çfarë merret, po më duket me shkallë dhe gjëra metalike. Ja ku janë dy bisha këtu, ka marrë dhe djalin me vete, maçoku. Atëherë, te tani kemi hapur një nga karburatorët. Nuk e keni idenë çfarë gjendje ishin pa prekur mas kaq vitesh. Me ultrason, pjesët e reja komplet. Ky është i përfunduar. Sa po bë me kondicion të reja, çuna shikoni pak. 31.4. Nëse keni një Beetle, keni një të dysh, ruajeni këtë model. E sekreti im është më i miri që ekziston në botë për 1.3-shat. Nëse keni 1.2 edhe 1.6, nuk i bën punë. Me kondicionat e reja, etj. Gzimi ka bërë modifikime këtu, dhe ja heqim gjitha këto gjërat. Edhe dhe ja bëjmë dhe distributorin në fazën në mënyrë perfekte që kjo makinë të fluturoj dhe të jetë shumë ekonomike. Sepse ati harxhon dhe benzinë edhe pa u ndez akoma. Ky është një version Super Beetle. Super Beetle ka një ndryshim nga makinat e tjera, është komod, brenda është i veshur, ka tubat e arit, shikoni është dyert. Ka shka im, si ka kaq mirë dyert sa ky. Shikoni pak ndryshimin. Ky është Super Beetle më i madh. Madhësia ndryshon paksa, është 58 mm në gjerësi. Veshja e mbrëmshme, më luksoze, më in, pra është 73 deri 77. Dhe klasike që më pëlqen shumë, 68-71. Ndryshimi është xhami i këtij është i drejtë, xhami i këtij është i rrumullakët. Ky i ka fenerë sipër edhe flashat. Mas 68-s u bën kështu, kanë qenë në këtë lloj forme. Sinjalet edhe headlines, pra llampat, s'po flasë shqip tani. Shikoni pak si është brenda. Ua, më pëlqen shumë kjo. Çdo gjë metali, Nuk e ka të luksin, komoditetin e Super Beetle. 1.3 është kjo nga fabrika. Dhe shko, kush më bukur, ka... Ua, sa bukur mbyllet, më vlla, shko. Është muzikë. Ja, kur ti merr emër nerva, tapet mbyll derën e 20 herë. Acaron nervat e tjerëve dhe qetësohen mjet. Shiko sa bukur është. Është zhul, çdo gjë. Nuk i shikoni nga kamera, po do e bëjmë drejt e këtë. Ka karburator për 1.6, nuk e di çdo këtu ky. Motori është AD51, 1.3 motori Super Beetle. Nuk e di pse është bërë ky modifikim, por gjithsesi shkoni pak drejtat mrapa, të vogla, të ngushta, të nxjerrë me llamarin. 73-shit i ka turmullakta. Tani mbaruam me këtë edhe pak, do bëjmë fazë, rrugojmë valvat edhe fillojmë me tjetrën. Sot nuk kthehem në Elbasan pa i mbaruar. Atëherë çuna, i bëm një rebuild komplet karburatorit, distributorit, fazën perfekte. Ka 35 vite që ky nuk është prekur. Ndizej punonte, po jashtëzakonisht shumë keq. Valvat ishin shtrënguar shumë keq. Gjithsesi, shikoj pak ndryshimin. Vini ndizë. Kandelet janë që në kohën e Hitlerit pa ndruar, do vendosëm të reja, pa ne ka pak dridhje. Kështu që janë gjëra që mund t'i bëjt dhe vetë. Zotëriat që e ka makinën, çuna, kjo është gati. Më mirë se kaq prishët. Shohim tjetër.